Se dietarët kur e kanë kuptuar këtë hadith edhe din ka ardhur dhe cili është transmetimi më i saktë i këtij hadithi, kanë ditë edhe në cilin kapitull më rendit. Prandaj këta dietar kur e kanë përmend këtë hadith, kemë pa vet Buhariu edhe vet Ebu Davudi, nuk e kanë përmend këtë hadith si argument për ndalimin e muzikës. Vet Buhariu këtë hadith nuk e fut në kapitullin që ndalon muzikën, po e përdor në një kapitull krejt tjetër. Pyetje për juve që e keni studiuar shkencën e hadith. Pse Buhariu këtij hadithi nuk janë gjetë emrin hadithi që flet për ndalimin e muzikës? Për çka? Nëse qenë ka një hadith i qartë për ndalimin e muzikës dhe muzika si haram duhet të ishte diçka e qartë dhe e prem, pse Buhariu nuk e kupton kësaj? Në emër të Allahut, mëshiruesit, fuqiplot, paqja dhe bekimet qofshin mbi profetin Muhammed, familjen e tij të pastër dhe të lirë dhe të shenjtë, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Sot duhem të sqaroj një anën prej argumenteve më të famshme që përdoren për ndalimin e muzikës edhe instrumenteve muzikore në Islam. Dhe ka të bëj me qetësi, pa dramatizim. Qëllimi jem, vllazën dhe motra, nuk është me detyru askan me ndrua qëndrim, as me nënçmue askan që e ndalën muzikën. Veç po du me kallëzue që shumë prej argumenteve që qarkullojnë gjithanej në rrjetet sociale dhe në për libra që i keni pa tashmo janë dobta, janë të paqarta edhe nuk mjaftojnë për me ndalua muzikën në mënyrë absolute që ashtu qysh po trumbetohet. Nuk është e drejtë që kush e ndalon muzikën me anatemue edhe me qortua në anën tjetër ata që e lejojnë. Ashtu siç nuk kërkoj nga askush me ndryshua mendimin. Kjo çështje ka nevojë për më shumë reflektim, edhe për me kalua nga ndarja ose je me mua ose je kundër meje. Nuk kem nevojë me bë këso lloj ndarjesh, as përçarjesh, thjesht kemi nevojë për një dialog të hapun, ku secili prej neve e pranon mundësinë e gabimit edhe në fundit e vërteta nuk është absolute te askush përveç te Zoti. Pra ajo na është me u mundua me ju afru të vërtetës, me gjërmu, me hulumtu, me studiu, me e thonë argumentin ton, me e thonë mendimin ton, pa e gjykua tjetrin edhe pa pretendua që vetëm na e kemi të vërtetën absolute e tjetri është në gabimet të qarta. Po du me theksue për këtë fillim që po flas dhe do të flas dhe fjala eme është vetëm për instrumentet muzikore, për këngë pra që janë të mira, jo për këngë me përmbajtje të shëmtume, të cilat askush në botë që i thot vetit musliman nuk ka drejt me i lijua. Pra për këngët e fleshta që përmbajnë tekstet këqija edhe që tallën me fejnë ose tallën me Zotin, ato këngë na nuk kem tranua hala me i liju. Aja që ka po diskutojmë janë instrumentet muzikore si të tilla dhe muzika si e tillë. Është një pyetje që kisha pas shef me fillua këtë video me ta. Çfarë dëmi konkret mundet me sjell dëgjimi i një muzike të qetë, një melodi të mirë, edhe një teksti që është i gëzuar, edhe që sjell vesh të mira. A ka ndonjë argument të matshëm, objektiv, që tregon se vetë muzika është e rrezikshme për moralin ose për besimin? Se keni parasysh ka disa hoxhallar që po thonë që muzika e mbjell hipokrizinë dhe dyftyrsinë në zemër. Mirë po, kjo është thjesht një bindje personale, jo një argument shkencor apo tekstual. Mundet me thonë dikush, po Ibn Qayyimi ka thonë që në zemrën e njeriut nuk bashkohet zoni i Rahmanit me zonin e shejtanit, pra nuk bashkohet muzika me leximin e Kur'anit. Po ja që për shembull, Abdul Basit Abdul Samet, një knues shumë i famshëm i Kur'anit në botë, rahmet pas shpirti i tij,
me zanin e tina është mahnit krejt bota, Abdul Basiti. Edhe më kujtohet njëherë, e pa ta dëgjua një video e ka në YouTube, kur e pyesin në televizionin e Egjiptit se a dëgjon muzik, pa të thonë që po dëgjoj me endje Kulthumin. Pra, ka djetar, ka hafizler, ka lezues të mëdhtë Kur'anit që kanë dëgjue edhe kanë lujt me instrumente muzikore. Edhe as kush nuk ka drejt me thonë, as nuk ka thonë për ta që kanë qenë hipokrit, apo jo është rritë dyftërsia në zemrat e tyne. Pra, let mos e dramatizoj muzikën, sikur të ishte një nivel të ngjashëm me dehjen ose prostitucionin ose krimet e tjera që e dëmtojnë shoqërinë. Muzika ka qenë, është dhe do të mbetet pjesë e thellë e qenies njerëzore, që realisht është ndërtuar në psikiken tonë, edhe në shpirtin tonë. Argumenti i armikut të bukurisë është antiteologjik. Zoti e ka kriju ndjenjen, e ka kriju emocionin, e ka kriju aftësinë për me shiju tingullin. Qysh muonet një fe që është fe e bukurisë, fe e artit, fe e të mirës, që e lavdron artin edhe ndjenjen. Qysh muonet me kon kundër themelit muzikës edhe kundër melodisë së universit. Ku melodia është gjuha universale. Kjo, kam thonë dhe prapë përsëris, do të ishte një blasfemi ndaj natyrës njerëzore, jo një fetva. Prandaj, hajde t'i qasim i kësaj teme me mendje të hapun. Në këtë video, kam me fol vetëm për një argument kryesor që përdorin ata që ndalojnë muzikën, e që është hadithi nga Sahih al-Bukhari. Nëse pastaj do të ketë nevojë, do të flasim edhe për argumentet e tjera, por sonte le të fokusohemi vetëm tek ky hadith. Edhe hajde ti analizojmë faktet pa pasion, pa epsh, por me logjik, me arsye, edhe ashtu siç e don kuveni. Cili është hadithi? Ky hadith i famshëm pra që pala kundërshtare e merr si argument të prem për ndalimin e muzikës. Cili është ky hadith dhe ku gjendet? Është hadithi i famshëm që gjendet në Sahihun e Buhariut, që shpesh po përdoret si argument i art, argument i prem për ndalimin e muzikës. Realisht këtij hadithi ja kum kushtuar edhe një video, edhe kam fol në atë video për senedin e hadithit. Kemi thënë që hadithi përbohet prej dy pjesëve. Prej zinxhirit e tij transmetues, prej senedit që quhet sened, zinxhiri i tij transmetues, na ka treguar filani prej fistekut, dhe prej metnit që është teksti i hadithit. Në videon time që kam bërë para një kohë, kam sqaruar që senedi i këtij hadithi çalon, dhe disa dietar të selefit këtë sened të hadithit e konsiderojnë daif. Për më tepër rreth kësaj çështje kthehuni tek video ime e kaluame. Sonte do të fokusohemi më shumë rreth metnit dhe rreth tekstit të këtij hadithi dhe do ta sqarojmë dhe do ta elaborojmë në më thellësi, më shumë thellësi dhe detaje këtë tekst për atë hadithi. Çka thot hadithi një herë? Hadithi thot kështu, po e citoj. Po e lexoj vetëm tekstin pa senet. Hadithi thot kështu. Do të ketë nga ummeti im njerëz që do ta bëjnë të lejuar zinon, mendafshin, alkoholin dhe instrumentet muzikore. Këta persona do të qëndrojnë pranë një mali, do të vinë barint me bageti dhe do të vinë një nevojtar, por ata do t'i thonë kthehu nesër. Dhe me pas Allahu do t'i shkatroj ata natën dhe do t'i shëndroj të tjiret në majmun dhe dera deri në ditën e kiametit. Ky është teksti i hadithit. Por sa është ky hadith argument i prem? Dietarët kanë debatuar shumë për këtë hadith. Madje edhe ata që e pranojnë si të sakt, nuk kanë ra dakord që ky hadith
është me zinxhir të plot të Buhariu, apo është i ndërprer muallaq. Nëse është i ndërprer, nuk plotson kushtin e fortë që vetë Buhariu ka vendosur për hadithin e tij të saktë. Nëse themi që hadithi është i ndërprer, pra nuk është muttasil, por është muallaq, atëherë nuk është i saktë sipas vetë Buhariut. Është e vërtetë që disa dietar kanë thënë që ky hadith jashta burimeve të Sahihut të Buhariut ka ardhur më i plot. Që për hatër debatit, për hatër polemikës, po dua sonte mu vajtue me palën kundërshtare, me thonë që ky hadith është i saktë. Por vetë fakti që ka kaq shumë debat për mënyrën se si është transmetuar, e bën të paqëndrueshëm si argument absolut për ndalimin. Pikë tjetër është që hadithi ka disa versione në tekst. Versioni i parë është ai që përmenda, ku përmenden 4 vepra bashk, edhe përdoret fjala do ta bëjnë të lejuar, yestahilluna. Ata që ndalojnë muzikën bazohen pikërisht te fjalia yestahillun, do ta bëjnë halal, që do 4 sene do t'i bëjnë halal, që i bie që këto 4 sene që kanë haram. Që kanë haram, edhe më katiron, ashtu si që është haram zinaja edhe alkoholi. Por edhe ky argument nuk është aq i fortë sa duket, që keme pa. Pse? Sepse në hadithet e tjera, përdorimi i fjalës do ta bëjnë të lejuar istihlal, nuk do të thotë gjithmonë që po lejon diçka që është haram. Por shpesh ka kuptimin në shariat kur përmendet fjala istihlal. E ka kuptimin që njerëzit thjesht do ta bëjnë një ndalesë. Ndonë se e din që është ndalume. Pra edhe vetë fraza si frazë është e diskutueshme. Argumenti tjetër i ndaluesve këtu është se përderisa në hadith janë rendit pra bashk zinaja, mendafshi, alkoholi dhe instrumentet muzikore, atëherë krejt që to janë haram edhe janë mëkate të mëdha edhe të ndalume. Por prap edhe kjo nuk qëndron, pse sa në Islam, për shembull, mendafshi është i ndaluar vetëm për burrat, jo edhe për gratë. Bile mendafshi edhe për burrat në disa raste e kanë lejuar fuqahaja edhe dietarët edhe juristat islam. Versioni i dytë i hadithit e paraqet më ndryshe situatën. Teksti thotë kështu: disa nga ymeti im do të pinë alkoholin duke ja ndryshuar emrin. Do të binë mbi kokat e tyre instrumentet muzikore dhe këngëtarët do të këndojnë, dhe Allahu do t'i zhys në tokë, do t'i fundos në tokë. Në këtë verzion nuk përmendet fjala do ta bëjnë të lejume. Nuk përmendet as zinaja, nuk përmendet as mendafshi. Vetëm alkoholi dhe instrumentet muzikore. Pra, shumë prej argumenteve që përdoren nga ndaluesit, sipas versionit të dytë të hadithit nuk qëndrojnë. Tash mundet me thonë dikush, cili verzion i hadithit është më i saktë? Nga ana e zinxhirit të transmetimit na kemi fol, realisht dy versionet janë të ngjashme, por asnjë prej tyre nuk është pa probleme. Në versionin e parë që ndodhet tek Sahih Buhariu, gjendet transmetuesi Atije ibn Qais. Edhe pse ky njeri ka qenë i devotshëm, nga ana e saktësisë në transmetim dietar të hadithit për ta thonë vetëm salihul hadith. Që salihul hadith është nota ma e ulët e pranueshmërisë në shkencën e hadithit. Pra, nuk kemi të bëjmë me një transmetues që është i nivelit imam, që kur e transmeton hadithin ti ki drejt mu mbështet në hadithin e tij si një argument kategorik fetar. Te versioni i dytë, që përmendet jashta Sahihut të Buhariut, transmetuesi i këtij hadithi është Malik ibn Abi Maryam. Edhe për këtë transmetues, për shembull dietarët sikur Ibn Hibani, edhe pse kanë thonë është thika,
por as kjo nuk është një notë e nalt edhe nuk e bën zinxhirin e hekurt. Një argument tjetër shumë i rëndësishëm këtu është që në vetë tekstin e hadithit të Buhariut, transmetuesi e ka ngatruar emrin e sahabiut që e transmeton. Pra, nuk është i sigurt ky hadith a ka ardhur nga Abu Malik al-Ash'ari apo nga Abu Amir al-Ash'ari. Edhe pse sipas xhumhurit edhe sipas mendimit të Ahlus Sunnetit krejt sahabët janë burra të mirë dhe të besueshëm, ama momenti kur një hadith transmetuesi i hadithit ja huq se cili sahabi e kanë transmetuar këtë hadith, kjo tregon një pasiguri. Kjo tregon një mangësinë në sanad. Vetë Imam Buhariu në një vepër tjetër të tij, Tarikhul Kabir, nëse s'gaboj, kur ka fol për versionin më të saktë të këtij hadithi, ka thonë më i saktë është ai që vjen nga Abu Malik al-Ash'ari, që përputhet me versionin e dyta, që siç e tham, është më i largët për argumentimin e ndalimit të muzikës se sa versioni i parë. Pra po them, na për sanedin e hadithit kemi folë në ligjëratën tonë para disa viteve që ja kemi kushtuar sanedit. Sonte po i kthehemi tekstit. Edhe po flasim më shumë për tekstin e hadithit. Kur jemi te teksti, në disa transmetime nuk është e qartë a është përdorur fjala el-har apo el-khiz, që kanë kuptime ndryshme. Kjo është një tjetër dëshmi që teksti nuk ka arrit me saktësi të plot dhe ka pas ndryshime në transmetim. Momenti kur një hadith transmetohet disa herë dhe ka ndryshime në tekst, ka ndryshime në metën, që ky ndryshim i metnit, pra i tekstit, ja ndryshon krejt kuptimin edhe e shkun hadithin, i bjen që hadithin nuk është i sigurt. Ata që e kanë transmetuar kanë harru diçka, ja kanë fut dallash dikon, edhe i ka pështjell raporterit kur e ka transmetuar si hadith. Në vend me ndafshit ka përmend alkoolin, në vend të alkoolit ka përmend instrumentin muzikore, në vend të instrumentet muzikore janë në transmetim se ka përmend fare instrumentet muzikore, tjetër në transmetim e ka përmend. Tash, në tjetër në transmetim e ka përmend do ta bëjnë halal, në tjetër në transmetim se ka përmend fare këtë tekst. Thjesht Zoti do t'i dënojë dhe gjendja aty në është sepse janë të veshur kështu, po bojnë kështu, po bojnë kështu. Këto i bin që janë të lashe në tekstin edhe sanedin e hadithit, edhe këto e dobësojnë saktësinë e plot, edhe këtë këto në ndryshime në transmetim e dobësojnë argumentime me këtë hadith, edhe nuk guxojmë asnjëherë me thonë që ky hadith është i prem në këtë çështje. Nalim të thelbi, edhe njëherë, çka na del si thelb në këtë çtu analiza. Versioni i dytë është më i saktë në tekst edhe në zinxhir. Nuk ka pasaktësinë e emrit të sahabiut dhe as nuk ka lidhje drejt për drejt me ndalimin kategorik të instrumenteve muzikore. Ky hadith ka ardhur me dy forma transmetimin. Transmetimi i dytë është edhe më i saktë, edhe transmetimi i dytë nuk e përmend që muzika është haram. I njëjti hadith me të njëjtin sened, transmetimi i dytë i këtij hadithi, që është edhe më i saktë për nga senedi, nuk përmend fare instrumentet muzikore. Thjesht hadithi i dytë është një paralajmërim për ata që pinë alkoolin edhe që përpiqen alkoolit me angjit një emër tjetër. Edhe justifikojnë e bojnë halal, pra dehen duke angjit dehes një emër tjetër, edhe nuk po flet hadithi i dytë për ndalimin për muzikën vet. Pra, në vetë diskutimin e sahabijut që e transmeton këtë hadith, biseda ka të bëjë vetëm me pijet alkoholike dhe ndrimin e emrit të tyre për t'i bërë të lejume, jo për muzikën. Për këtë arsye, dëgjoni me vëmendje. Dietarët klasik, kur kanë komentuar këtë hadith, e kanë fut në kapitujt e ndalimit të alkoolit, jo në kapitujt e ndalimit të muzikës. Se dietarët kur e kanë kuptuar këtë hadith edhe din ka ardhur dhe cili është transmetimi më i saktë i këtij hadithi, kanë ditë edhe në cilin kapitull më rendit. Prandaj këta dietarë kur e kanë përmend këtë hadith,
keme pa vet Buhariu edhe vet Ebu Davudi nuk e kanë përmend këtë hadith si argument për ndalimin e muzikës. Vet Buhariu këtë hadith nuk e fut në kapitullin që ndalon muzikën, po e përdor në një kapitull krejt tjetër. Pra, çfarë thohet edhe më shumë se përdorimi i këtij hadithi për me ndalu muzikën nuk është i drejtë, edhe nuk mbështetet në një zinxhir të fortë apo në një tekst të qartë. Prandaj debati është i hapun, edhe nuk duhet më usill askush sikur kjo çështje na qenë e prerë ose përfundimtare ose pas ka një ujdi rreth kuptimit të këtij hadithi. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, ti kthehem edhe një herë çka po mësojmë për këtë çtyne detajeve që unë sharova deri me tash. Unë e kuptoj që çështja është pak më serioze, pak më e thellë, pak më profesionale. Po s'kam çka mi bë sepse kur futemi në detajet e tilla të shkencës së hadithit duhet me kanë shumë preciz, edhe ata të cilët e studiojnë këtë hadith, e studiojnë këtë lemi, e kuptojnë gjuhën me cilën unë po ju flas. Edhe një herë, versioni i parë i hadithit, ai që përmendet më shpesh për me ndaluar muzikën. Cili ka versioni i parë? Versioni i parë ke teksti. Do ta bëjnë të lejuar zinon me ndafshin, alkoolin dhe instrumentet muzikore. Kjo versioni i parë i hadithit. Thash edhe përsëris, nuk mundet më marrë si fjalë për fjalë e profetit pa asnjë dyshim. Sepse ka një version tjetër të hadithit me tekst edhe kuptim krejt ndryshe që është edhe më i saktë, i cili në fakt është pra më i qëndrueshëm sipas vetë dietarëve të shkencës së hadithit. Por versioni i dytë nuk është ndalesë për instrumentet muzikore, edhe nuk mundet kurse si më u marrë si një argument absolut. Pra po them për hatër të argumentimit, unë po them që këto dy versionet e hadithit sonte po du mu pajtua me palën kundërshtare që po e marrim se është një hadith i saktë, edhe pse në rastin më të mirë ky hadith nuk e kalon nivelin e hasan, pra është një hadith i pranueshëm. Në ligjëratën time të kaluara kam sqaruar që shumë dietarë e kanë konsideruar edhe më dobët se kaq. I kthehemi versionit të hadithit, që është versioni i dytë, është shumë larg nga ideja ndalimit të instrumenteve muzikore, që është hadith më i saktë. Thjesht përmend që disa prej ummetit Muhamedit alayhis salam do të pinë alkool, do të dehen, do të ndryshojnë emrin e alkoolit, edhe kaq. Që kjo është arsyeja që vet Imam Buhariu nuk e ka përfshi këtë hadith në sahihun e tij. Pra nuk e ka rendit në kapitullin e ndalimit të muzikës, edhe pse e ka përmend si hadith. E përmend në titullin kapitulli për ata që e lejojnë alkoolin dhe i vendosin emën tjetër. Pra theksi edhe sipas vet Buhariut të ky hadith është te alkooli, jo tek instrumentet muzikore. Në asnjë kapitull tjetër të Sahihut të Buhariut nuk ekziston një ndalim i drejt për drejt i muzikës apo këngës. Sikur të kish pas një argument të fortë edhe të qartë, vet Buhariu do ta kishte vendosur me emër të veçantë në ndonjë kapitull për muzikën, sepse kjo është metodologjia e tij e njohur. Argumentet kryesore zakonisht i fut me një titull kapitullit. Secilit hadith, nëse është hadith për diçka, ja vendos emrin, ja vendos titullin për katës. Kjo tregon qartë që vet Buhariu nuk e ka kuptuar këtë hadith që është një provë e qartë për ndalimin e muzikës. Buhariu për shembull, një hadith që përmend 7 gjana, ka mundësi e përsërit 7 herë në Sahihun e tij dhe i vendos 7 tituj të ndryshëm. Pyetje për juve që e keni studiuar shkencën e hadith. Pse Buhariu këtij hadithi nuk janë gjetë emrin hadithi që flet për ndalimin e muzikës? Për çka? Nëse qenë ka një hadith i qartë për ndalimin e muzikës dhe muzika si haram duhet të ishte diçka e qartë dhe e prem, pse Buhariu nuk e kupton kësaj? Jo vetëm Buhariu, por edhe Ebu Davudi. Ebu Davudi që është autori i Sunenit, Sunen Ebu Davud që është njëri prej 6 koleksioneve më të rëndësishme në botë,
që ehli suneti dhe xhamati merr hadithet prej tine. Dietar i madh Ebu Davud, autori i Sunenit, që është njëna prej koleksioneve më të rëndësishme të hadithit në botë. Çka bën Ebu Davudi? E vendos këtë hadith në kapitullin që flet për ndalimin e alkoolit, edhe për ndalimin e veshjes që quhet el khiz. Por nuk e vendos këtë hadith të kapitullin ndalimit të muzikës. Për më tepër, vetë Ebu Davudi shprehet qartë se nuk është i kënaqur me përpjekjet për të nxjerrë ndalimin e veshjes el khiz nga ky hadith, sepse thotë që shumë sahabe kanë vesh el khiz, që do të thotë se nuk ka qenë ndaluar realisht as khizi. Pra edhe vetë Ebu Davudi nuk ka pa në këtë hadith ndonjë bazë të fortë për me ndalue instrumentet muzikore. Përkundrazi, ai e vendos theksin tek praktikat reale të sahabëve dhe tek argumentet e tjera që janë të qarta. Pra, na po flasim për instrumentet muzikore. Në këtë hadith është përmend fjala instrumentet muzikore, i lejojnë instrumentet muzikore. Ebu Davudi në Sunenin e tij e ka një kapitull që flet për ndalimin e muzikës. Pse nuk e përdor këtë hadith në atë kapitull? Po këtë hadith që e ka përdorur edhe Buhariu në Sahihun e tij në një kapitull tjetër, Ebu Davudi e përdor një kapitull këtë tjetër. Pyetje pse? Shtoja e kësaj që Ebu Davudi nuk po flet, edhe kur e ka përdorur këtë hadith, nuk po flet për një ndalim të qartë të prerë. Por Ebu Davudi e titullon titullin kështu: Kerahet, është e papëlqyeshme. Pra, për papëlqyeshmëri, ky hadith përdoret për kerahet me kro, jo për ndalim kategorik. Në jurisprudencën islame, fjala kerahet nuk kupton një gjë të papëlqyeshme, pra, që nuk është ndaluar rrepsisht, absolutisht. Përveç nëse ka një argument qartë për ndalimin total, e që këtu po na mungon. Ebu Davudi, sipas metodës vet, ata që e njohin metodën e Ebu Davudit në hadith, gjithmonë në fillim të kapitullit vendos hadithin më të fortë. Ebu Davudi, kur e emërton një kapitull, e këshyr hadithi që është më i fortë që ai e ka në dispozicion, edhe vendos më njëherë mas kapitullit. Nëse do të ekzistonte një hadith i qartë edhe i fortë për ndalimin absolut të instrumenteve muzikore, padyshim që Ebu Davudi, që e ka ditë këtë hadith mirë dhe ka përdorur këtë hadith Sunenin e tij në vend tjetër, Ebu Davudi vetë kish pas me vendos i parin këtë kapitull. Por nuk e ka bërë këto. Kjo tregon qartë që s'ka pa një provë të qartë dhe të padiskutueshme për ndalimin e plotë të muzikës. Për ndalimin e muzikës Ebu Davudi i vetë i përdor veç dy hadithe tjera. Hadithin e Ibn Omerit që për fyllin e Bariut, të cilin vetë Ebu Davudi konsideron dopt, pra munker. Edhe hadithin e Abdullah ibn Mesudit. Hadithi i Abdullah ibn Mesudit thotë ka nga mbjell hipokrizinë në zemër. Edhe ky hadith është me zinxhir dopt. Është transmetuar nga një person që është i panjohur edhe që është i hadithi ndërprem, pra. Pra asnjëna prej këtyre haditheve nuk është i fortë dhe asnjëna nuk është përdorur nga Ebu Davudi për me ndaluar muzikën në mënyrë absolute. Edhe kapitulli te Ebu Davudi titullohet Keraheti ose papëlqyeshmëria e këngës dhe instrumenteve muzikore, që tregon se çështja pra nuk ka një ndalesë, një haram, por që ka një mekruh. Pra përdor Ebu Davudi fjalën mekruh, që mas shumti përdoret për një qëndrim të moderum në lidhje me një çështje e jo për një qëndrim të prem absolut. Shpresoj që kjo pikë tjetë e qartë. Edhe nëse supozojmë që verzioni i pari i hadithit është i saktë. Hajde të kthejmë tash te verzioni i hadithit i pari që po thot mirë të jam ka më ndaluar zinon me ndafshin alkoolin dhe instrumentet muzikore. Zinaja është marrëdhënie seksuale. Është ndaluar jashtë martese, po nuk është ndaluar me brenda martese. Fjala aty që përdor për marrëdhënien seksuale. Al-harr. Është halal martesë, është haram jashtë martese, para e dyta. Pra po flasim për haramet që janë të preme.
me ndafshi, ndalohet për burrat, edhe pse disa juriste kanë lejuar edhe për burrat. Ndalohet për burrat, por lejohet për gra. Alkoholi është i ndaluar, sidomos kur de, por edhe për alkoholin nuk kanë ra dakord ulemoja, fukahat. Na e dim që Ebu Hanifi ka lejuar për shembull pijen e alkoholizuar që quhet nebith. Instrumente muzikore. Pse mos me kuptu edhe instrumente muzikore në të njëjtën mënyrë? Që ndalohet vetëm ajo muzikë që shoqërohet me fjalë të ulta të pista, që shoqërohet me sjellje të pahishme, edhe me ndonjë mëkat tjetër. Nëse muzika shoqërohet me gjëra të ndaluara, padyshim që është e ndaluar, por nuk mundesh me thonë që çdo instrument muzikor si i till, apo çdo muzikë si e till është e ndaluar vetëm në bazë të këtij hadithi. Asnjëherë. Prandaj, përmbledh tash, po themi që hadithi nuk mundet me u përdorur për me ndaluar në mënyrë absolute krejt llojet e muzikës apo instrumentet muzikore. Ndalimi është vetëm në rastet kur këto shoqërohen me sene të ndaluara, ashtu siç ndodh edhe me mendafshin, ashtu siç ndodh edhe me marrëdhëniet seksuale, ashtu siç ndodh edhe me gjonat e tjera të ndaluara nëse te i kalojnë kufit fetar. Sepse e keni parasysh tek hadithi pastaj fjala e fundit, pjesa e fundit që është përmend hadith, s'ka të bëj fare me gjonat e ndaluara. Pjesa e fundit në hadith çka flet? Çka flet pjesa e fundit? Përshkruan situatat përditshme. Vendosja pra animali, s'është haram. Barit që kullosin baktin, s'është haram. Dikush që kërkon ndihmë dhe u thuhet të kthehen nesër, s'është haram. Pra nuk janë akte të ndaluara, thjesht janë përshkrime të një pakujdesie. Pra vije ymeti në një gjendje të tillë kur ata të cilët po bëjnë vepra të tilla, Allah i fundos. Jo çdo vepër që ata po bënin në rastin e fundosjes është haram. Thjesht qëllimi i hadithit është me shfaq një klim të përgjithshme të harresës. Që këta persona i kanë larguar, janë larguar nga feja, janë larguar nga Zoti, janë larguar nga detyrimet fetare, e jo me ndalu çdo veprim që përmendet aty. Prandaj konteksti i hadithit, edhe nëse themi që është i saktë, ka shumë rëndësi. Ky hadith mu më gjason më shumë me hadithin që thot para kiametit besimtarët do t'i zbukurojnë xhamit. Zbukurimi i xhamisë vetvetiu nuk është haram. Por thjesht profeti Muhammed po thot kur ndodh kjo, ndodh kiameti. Nuk po flet që është haram një vepër e tillë. Prandaj edhe veprat e këtyre njerëzve që kanë qenë duke i bën, kjo nuk do të thotë që veprat e tyre secila prej tyre vetvetiu, si e tillë, është e ndaluar. Jo, thjesht po përshkruan një gjendje të tyre në të cilën ata kanë qenë duke vepruar dhe duke qenë kështu Allah i fundos për shkak të mëkateve të tjera aty që i kanë bërë. Prandaj përdorimi i këtij hadithi për anatemim është jo vetëm antishkencor, por edhe jo etik. Kush e përdor këtë hadith për me ndaluar muzikën në mënyrë të preme, unë mendoj që bën gabim shumë të madh. Sepse edhe në hadith përmenden edhe gjëra të tjera, për shembull ndafshi ose marrëdhënia seksuale që në disa raste tham që është e lejuar. Pse mos më përdor edhe muzika që ashtu që përdor edhe me ndafshi? Disa raste është e ndaluar, disa raste është e lejuar. Pse për muzikën thatë që është haram i preme, për me ndafshin nuk po thuni. Për marrëdhënien seksuale nuk po thuni. Për gjonat e tjera që përmenden në hadith, për asnjërin prej tyre nuk thuni që është e preme. Pse vetëm për instrumente muzikore e preme? As për alkoolin s'keni thënë që është e preme. Alkooli për shembull te Abu Hanifja lejohet në bidhi, ajo që quhet pija alkoolizuar që marrohet prej urmave edhe prej rrushit, e që nuk vlen për shembull. Kjo është temë tjetër, do ta diskutojmë një herë tjetër. Pra, si konkluzion përfundimtar, po dojmë të përfundojmë me këta, sa jemi zgjat. Ky hadith pas që krejt kësaj analize që i bëm na dhe shumë gjëra të tjera që sonte nuk kem mujt mi thon, po besoj që mjafton për ata që kanë sy dhe vesh. Nuk mundet me kanë argument për ndalimin kategorik të muzikës apo instrumenteve muzikore, qashtu qysh po keq interpretohet në disa rrethe. I tekst fetar kur të na vjen, qoftë Kur'an, qoftë hadithe, duhet me analizu me kujdes, me pa kontekstin për çka është thonë.
gjithmonë duhet me dalluar mes asaj që është e lejuar edhe asaj që është ndaluar me argumente të qartë. Edhe vetë hadithi tham që ka dy versione, tregon se ndalimi pra nuk është absolut. Përmendet thjesht një tablo shoqërore, një kontekst i veçantë ku bashkëtojnë gjonat e lejuar me gjonat e ndaluara, duke treguar një pakujdesi dhe një harres ndaj detyrimeve fetare. Jo domosdoshmërisht ndalim të çdo forme të muzikës, siç po kupton pala kundërshtare. Pra, ky hadith siç e pam bashk është larg të qenit një argument për ndalimin e përgjithshëm të muzikës. Dietarët që e lejojnë muzikën do ta shohim se kanë argumente tjera që vetë sahabët kanë dëgjuar muzikë. Vetë pejgamberi alayhis salam ka dëgjuar muzikë. Edhe Kur'ani e ka lejuar një gjë të tillë, dhe do ta shohim në ligjëratën tonë të ardhshme argumentet e palës që e ka pohuar muzikën edhe ka pohuar të qenit halal të saj. Po na sot folën për argumentin kryesor të palës kundërshtare. Edhe pam realitetin e këtij argumenti. Argumente të tjera fare pala kundërshtare din që edhe vetë ajo e din që hadithet e tjera janë këtë dobta. Po kjo është hadithi më i saktë që pala kundërshtare është munduar me argumentu me ta. Thamë kemi thënë që ky hadith fillimisht sipas shumë dietarëve të klasik të hadithit është muallak, pra s'është muttasil edhe fare. E dyta, transmetuesit kanë grade më të ulët të saktësisë, disa kanë menduar që këta transmetues janë dot dhe ka dietarë që kanë thënë që këta transmetues janë daiful hadith. Tjetër e pam që teksti është këtë për tjetër sen po flet vetë Buhariu dhe Budavudi nuk e ka kuptuar kështu. Prandaj gjithçka që po kërkojmë na është thjesht bëhen pak më të motun, bëhen pak më të thellë. Edhe në fundit ta pranojmë që rreth kësaj çështje ka shumë lloj shmëri të menimeve në Islam. Edhe nëse do të merrej si sakt, tradita kallëzon që siç do ta shohim në ligjëratat tona të ardhshme, shumë sahabë kanë përdorur instrumente, kanë dëgjuar muzikë. Madje kanë qenë pjesë e gëzimeve të lejuara, pa ndonjë ndalim kategorik. Kanë ra defit në për dasma, i kanë ra fyllit, i kanë ra dhe daulles, siç do ta shohim me hadithet e sakta. Edhe kemë kallëzuar kush për dietar më të vjetër të Islamit i ka saktuar këto hadithe deri tek ta bashkohor. Imam të hadithit e pam që Budavudi nuk e ka vendosur këtë hadith në kapitullin ndalimit të muzikës, por vetëm si kerahet, pra e papëlqishme dhe jo haram. Nëse do të ishte një ndalim absolut, asnjë imam serioz nuk kish pas me lënë në këtë nivel. Pra kjo tregon që nuk ka pas asnjëherë konsenzus që mendojnë pala kundërshtare për ndalimin e kategorisë të muzikës. Pra nuk ka ixhma. Do t'ja kushtojmë një ligjërat cil dietar prej dietarëve të selefit, prej gjeneratës pare deri te gjeneratat më të vonshme kanë dëgjuar muzikë edhe ijtihadi i tyre ka thënë deri te lejimi i muzikës. Nëse nuk ka konsenzus, nuk ka haram të prem. Kjo është një rregull bazë në jurisprudencën islame. Zoti di më mirë kaq sa i përket kësaj pike, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi profetin Muhammed. Faleminderit edhe për juve që ishit me neve gjatë gjithë kësaj kohe. Shifemi në ligjëratat tona të ardhshme.